Elementi që përmendët ju, krimi organizuar që deri investohet për nxjerrë deputet caktuar, prapë është diçka e faktuar tashmë, kishim rastin e deputetit Durrësit për dëgjuesit tuaj, po dhe mendoj dhe për në përgjithësi për publikun e gjerë. Jo, termi korrupsion e ka zanafillën nga Perëndëria Romake, kur nuk kishte as tender as prokurime publike. Prokurimet janë një pjesë shumë e vogël që është se si përdoret një pjesë e parave të shtetit dhe sikur ato edhe të përdoreshin në mënyrën më eficiente, nuk do të thotë që korrupsioni automatikisht identifikohet me prokurimet. Kjo është një qasje besoj relativisht e gabuar. Sigurisht që prokurimet janë një tregues se si ne morëm vetëm 2 nga indikatorë, 20 indikatorë të tjerë, se normalisht të gjitha këto kanë përputhje faktesh, pra fakti që ti ke rënë në Transparency International. Korrupsioni është më së shumti mënyra si merren vendimet, mënyra se si përdoren burimet e vendit, mënyra se si punohet për të shtuar burimet e vendit e tjerë, se sa vetëm se si po merren këto vendime, ka transparencë, ka llogaridhënie. Eksakt. Dhe në këtë aspekt, po të shohim shoqërinë, e cila është treguesi kryesor dhe meqense flasim për qeverisje demokratike, që do të thotë që politika duhet që të reflektojnë kërkesat e publikut, dhe publiku është si thuaç matësi kryesor pastaj i asaj se sa këto politika kanë dhënë rezultate. Vetë fakti që kemi tashmë disa protesta të cilat po zgjasin prej afro një muaji, tregojnë që matjet e opinionit publik që ne kemi bërë këto vite tregojnë një pakënaqësi në lidhje me qeverisjen dhe korrupsioni faktikisht nuk është rezultat në vetvete, po është rezultat i keq qeverisjes. Dhe kjo është një diçka që ne kemi thënë dhe për të adresuar korrupsionin, nuk adresohet korrupsioni përmes antikorrupsionit, po rregullohet përmes, që faktikisht është puna e SPAK-ut, po përmes marrjes së masave që mos të ndodhi korrupsioni. Dhe këtu hyn pjesa e qeverisë dhe administratës, e cila është pjesa si thua më pak e dukshme. Pra, edhe në diskursin publik të qeverisë, thotë këto punë zgjidhin institucionet e gjyqësorit. Në fakt, edhe nga pikpamja thjesht etike, jo administrative, ekzekutivi ka si qëllim në radhë parë që ka për detyrë që korrupsioni të mos ndodhi në prokurime apo dhe në forma tjera. Pastaj kur ndodh, edhe nëse do ishin super suksesshme institucionet e gjyqësorit, pra prokuroria dhe gjykatët, përse prapë nuk arrin dot të kapin të gjithë atë. Dhe në këtë aspekt, ky është një dështim në kuptimin në tërësi të qeverisjes, për sa i përket faktit që në momentin që ke një nivel të lartë korrupsioni, i cili tregohet dhe nga matjet e opinionit publik, dhe nga Transparency International që thatë juve, dhe nga raportet e tjera të huaja, po që konfirmohet dhe nga lëvizjet e njerëzve në terren, pra ky është një problem. Por ky nuk zgjidhet përmes formës represive të institucioneve të sigurisë, dhe ajo që është e munguar në Shqipëri, po përpiqem ta theksoj, është fakti i përgjegjshmërisë që institucionet e ekzekutivit duhet të bëjnë shumë më tepër që korrupsioni të mos ndodhi, dhe pastaj atë pak që ndodh, që si rregull do të ishte më i vogël, duhet që të merreshin institucionet e sigurisë që me kalimin e kohës arrinin në një ekuilibër që të ishte minimal ky lloj fenomeni. Që kemi ne është sepse nga njëra palë zgjedhje në tjetrën, flasim nga 2013 deri më sot, në 4 mandate, pushteti ka ardhur duke u konsoliduar. Pra ne kemi rishkitur nga demokracia hibride, thot Freedom House, në një autoritarizëm konkurrues.